Pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, dhoma e avokatisë shpall bojkot 2 ditor të gjitha proceseve gjyqësore. Ngjarje e rëndë e paprecedente ndodhur në sistemin e drejtësisë me vrasjen e gjyqtarit të gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, Astrid Kalaja, ka sjellë reagimin e menjëhershëm të dhomës së avokatisë së Shqipërisë. Komiteti drejtues i dhomës së avokatisë ka vendosur unanimisht të bojkotojë të gjitha proceset hetimore dhe ato gjyqësore penale, civile dhe administrative në të gjitha nivelet e gjykimit. Më 9 dhe 10 tetor 2025, në njoftim theksohet se ky vendim është një thirrje për ndërgjegjësim dhe përgjegjësim maksimale drejtuar opinionit publik, politikës shqiptare, Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe të gjitha palëve të përfshira për sigurimin e jetës, shëndetit dhe veprimtarisë të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve gjatë ushtrimit të detyrave të tyre. Dhoma avokatisë sqaron se ky bojkot nuk përfshin masat e sigurimit në proceset penale, ndërsa u kërkon të gjithë kryetarëve të dhomave vendore të avokatisë zbatimin e menjëhershëm të vendimit. Kujtojmë se më herët njoftuan për bojkot 2 ditor gjyqtarët në mbar vendin. Bojkoti përfshin edhe gjykatën e Elbasanit, ndërsa një ditë më parë në institucionet e drejtësisë u vure prezencë e shtuar e forcave të policisë në kuadër të masave të sigurisë.